Shikoni çfarë goli spektakolar shënoi Arbër Hoxha në fitoren 2-1 të Dinamo Zagrebit kundër Rijekës. Me këtë gol të shënuar në çastet e fundit, Hoxha ndihmoi Dinamon të mbante vendin e parë në elitën e futbollit kroat. Të shohim se çfarë po shkruan shtypi kroat sot për sulmuesin e kombëtarës shqiptare. Mund të themi me qetësi shpirtërore se Hoxha ishte shpëtimtari i Dinamos, njeriu që ndaloi rënjen e rezultateve të ekipit. Sepse pas asaj performance tmerrsisht të keqe në Vynë-Kofci, një tjetër pengesë, një tjetër humbje pikësh do të ishte vërtet një goditje e madhe për blut. Arbër Hoxha dukej vërtet si vetmi lojtar i aftë për të bërë diçka kundër Rijekës në pjesën e dytë. Historia në zonën e shtypit vazhdonte të ishte, vetëm Hoxha mund të shënoi, dhe pikërisht kjo ndodhi. Arbri ofroi imazhin e një njeriu të aftë për të vendosur ndeshjen, dhe Rijeka duket se është në elementin e tij. 4 gola dhe 3 asistime është bilanci i Hoxhës me ekipin dhe kombëtarën në këtë edicion deri tani.